ëmbra këtu në parkimin paralel midis mjeteve. Shikojmë si do kriju shtrimin. Nga pika e nisjes mbati murin drejt, shikojmë pasqyrën e kraut djathtë, ku goma e pas me kraut djathtë vjen pranë piketës në pikë parkimi. Ndalohet mjeti, drejtohet ashtu kthehen rrotat djathtës, ingranohet marshjetës mbrapa. Kjo pikete e mesit me do targ në ato mjetit. Gjatë rrotullimit mjetit, ku në pasqyrë shoferit del targa automjetit emituar nga kjo piketa, bën ndalimi i dytë i mjetit. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Ndalimi i tretë lëviz drejt me gomat e drejtuara, vendos gomën e pasme e shkel vijën e parkimit. Ndalo mjetin këtu, kthe rrotat majtas. Mbi këqyrë 3 pasqyras, mocionesh piketat dhe vijet e pandërprera. Pastaj të futet mjetin kuadrat duke kthyer rrotat djathtas. Këtu drejtohen gomat dhe futet mjeti simetrik në kuadrat në parkim dhe raportohet në fund. Shumë mirë keni kriju shtrimin. Bravo.